Federata Shqiptare e Futbollit duket se ka vendosur t'i besojë sërish një tekniku italian drejtimin e kombëtares pas përfundimit të bashkëpunimit me Silvinjon. Emri i përzgjedhur për stolin kuqezi është Rolando Maran, trajner me eksperiencë të gjatë në futbollin italian. Maran, 62 vjeç, vjen pas eksperiencës së fundit me Brescian në sezonin 2024-2025, skuadër nga e cila u largua në korrik të vitit 2025. Në karrierën e tij ai ka drejtuar disa klube të njohura italiane si Cagliari, Genoa, Pisa dhe Chievo, ndërsa konsiderohet një specialist i organizimit taktik dhe fazës mbrojtëse. I lindur më 10 gusht 1963 në Trento, Rolando Maran e nisi rrugtimin në futboll si mbrojtës. Pjesën më të rëndësishme të karrierës si lojtar e kaloi te Chievo, ku ishte kapiten dhe një nga figurat kryesore në ngjitjen historike të klubit. Nga kategoritë e ulta drejt serisë B, pas tërheqjes nga futbolli i luajtur, ai nisi karrierën si trajner, fillimisht në role ndihmëse, më pas si kryetrajner. Kulmi i tij në Serin A konsiderohet sezoni 2012-2013 me Catanian, ku arriti të rendiste skuadrën në vendin e 8 me 56 pikë, rekord historik për klubin në elitën e futbollit italian. Më pas Maran pati një periudhë të gjatë edhe te Chievo në Serin A, ku siguroi mbijetesën për disa sezone radhazi, duke krijuar reputacionin e një trajneri pragmatist dhe të disiplinuar. Trajneri italian njihet për preferencën ndaj skemave si 4-3-1-2, 4-2-3-1 dhe 4-4-2. Ekipet e tij karakterizohen nga organizimi i mbrojtës, pressingi i kontrolluar dhe tranzicioni i shpejt në sulm. Burime pranë FSHF vlerësojnë se profili i Maranit përshtatet me grupin aktual të kombëtares, ku një pjesë e mirë e lojtarëve aktivizohen në kampionatin italian ose janë formuar si futbollistë në Itali. Emra si Cristian Aslani, Berat Gjimshiti, Ardian Ismaili dhe Marash Kumbulla pritet ta kenë më të lehtë përshtatjen me filozofinë e tij taktike. Gjithashtu, tekniku italian konsiderohet i aftë në menaxhimin e grupeve dhe aktivizimin e lojtarëve të rinj, element që mund të ndikojnë në rinovimin gradual të skuadrës kombëtare. Rolando Maran është trajneri i 5 italian në krye të kombëtares shqiptare, pas emrave si Gianni De Biasi, Cristian Panucci, Edoardo Reja dhe Luigi Dossena. Largimi i Silvinjos shënon fundin e një periudhe të suksesshme për kombëtaren shqiptare. Braziliani arriti ta kualifikojë Shqipërinë në kampionatin evropian Gjermani 2024, duke krijuar një grup konkurrues dhe rezultate pozitive në eliminatore. Megjithatë, drejtuesit e federatës duket se kanë vendosur të nisin një cikël të ri me fokus më të madh tek organizimi taktik dhe stabiliteti afatgjatë i skuadrës.